كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الصباح دجاه كالشمس حين تذيب ظلمة ليلنا ويموت في شفق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. Falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e panumërta me të cilat ai vazhdimisht na beqaton dhe dërgojmë salavate dhe selame mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij fisnik dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të ndershëm, vazhdojmë me dersin e radhës nga lënda e sires jetë përshkrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Javën e kaluar e sqaruam pra atë që kishte të bëj në lidhje me thirrjen e fshehtë, thirrjen 3 vjeçare, të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte bërë në mënyrë të fshehtë. Kurse tash sot inshallahu taala do të flasim diçka në lidhje me thirrjen haptazi, do më thonë pas 3 viteve të para që e përmendëm se thirrja u bë fshehtë dhe i përmendëm njerëzit që pranuan islamin në këto 3 vitet e para dhe rëndësinë që ata e kishin për thirrjen islame në përgjithësi. Sot inshallahu taala do ta përmendim thirrjen haptazi, pra në mënyrë të haptë, kur pejgamberi alayhis salam ju drejtohet mushrikëve të Mekës në mënyrë të haptë dhe u ofron thirrjen me të cilën e urdhroi Allahu subhanahu wa taala. Pasi që kaluan pra 3 vitet e para të thirrjes së fshehtë, u formua një xhamat i muslimanëve, dhe ata ishin sahabët më të rëndësishëm, pra Ebu Bekri, Othmani radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Aufi, Sa'd ibn Abi Waqqas e kështu me radhë. Pra muslimanët më të rëndësishëm që ishin në fillim ishin që u bën pra e pranuan islamin gjatë periudhës së thirrjes së fshehtë. E pas kësaj i zbret një ajet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur Allahu subhanahu wa taala e urdhëron që të del para mushrikëve dhe ta bëj thirrjen në mënyrë të haptë, pra të del para tyre dhe t'i thrasë në mënyrë të haptë. Siç përmendet në hadithin që e transmeton Muslimi nga Aisha radiallahu anha, e cila ka thënë, kur ka zbritur fjala e Allahut subhanahu wa taala wa anzir ashiratakal aqrabin, kur ka zbritur fjala e Allahut subhanahu wa taala thot dhe tërheqja vërejtjen farefisit tënd të afërt, thot Aisha radiallahu anha, u ngrit pejgamberi alayhis salam dhe i thiri të gjithë ata që i kish prej farefisit të afërt, i tuboi në një vend dhe tha: ja Fatime bint Muhammed, oj Fatimja bia e Muhamedit, o ja Safije bint Abdul Muttalib, oj Safije bia e Abdul Muttalibit, o ja bani Abdul Muttalib, o ju bitë Abdul Muttalibit, la emliku lakum min Allahi shay'a. Me të vërtet, unë thot nuk kam mundësi që t'ju ndihmoj para Allahut subhanahu wa taala. Unë s'kam mundësi që t'ju shpëtoj nesër para Allahut subhanahu wa taala për shkak të afërsisë që e keni me mua. Pra, u sqaroj që në start u tregoj se është pejgamberi i Allahut dhe u sqaroj se në xhenet nuk hyhet me ndërmjetësimin e tij, po me veprat që i bën vet njeriu. Pra, ju që jeni familja e afërt e imja, mos mendoni se edhe atje si në këtë botë lidhja farefisnore që e keni mes meje dhe jush do t'ju ndihmoj. Pra u qartësoj atyre e me këta edhe krejt me kelive të tjerë se kjo çështje është çështje besimi, çështje veprash, çështje veprimi, nuk ka çështje afërsie dhe çështje njohtësie. Andaj mund të jetë një i largët që s'ka asnjë lidhje me pejgamberin alayhis salam me gjak, mund të jetë më afër tij në ditën e gjykimit se sa ai që ka qenë, do më thonë, prej familjes së tij dhe prej më të afërmve të tij, sepse tek Allahu subhanahu wa taala kjo nuk bën dobi nëse njeriu nuk është besimtar në Allahun subhanahu wa taala. Transmetohet po ashtu nga Ebu Hurajra radiallahu anhu, i cili ka thënë në një hadith që e qartëson pak më gjerësisht, pra hadithi Aishës e dha një parafytyrim të shkurt në lidhje me ato se si ka ndodhur kur ka zbritur kjo ajet. Ebu Hurajra radiallahu anhu
e zgjeron pak më shumë dhe e qartëson pak më shumë dhe thot kur ka zbritur ajeti wa andhir ashiratakal aqrabin dhe tërheqja o vërejtjen farefisit tënd të afërt, pejgamberi alayhis salam thot i tuboi të gjithë Kurejshët. Në hadithin e Aishës përmendet pra familja e Abdul Muttalibit, më të afërmit e pejgamberit alayhis salam, gjithsesi prej gjyshit të tij Abdul Muttalibit e të poshtë, pra përmendet halla e tij, përmendet vajza e tij Fatimja dhe përmenden të gjithë fëmijët e Abdul Muttalibit. Pra përmendet familja më e afërt, më e ngushtë, ndërsa në hadithin e Abu Hurajres e përmend gjithë Kurejshët, sepse tham pejgamberi alayhis salam ishte prej fisit Kurejsh. Dhe këtu përmendet, thot Abu Hurajra, thot pejgamberi alayhis salam atëherë u tha: Ja beni Ka'b ibn Luay, o ju bitë e Ka'b ibn Luayit, mbrojeni vetveten tuaj prej zjarrit të xhehenemit. O ja beni Murra ibn Ka'b, o ju bitë Murra ibn Ka'bit, mbrojeni vetveten tuaj prej zjarrit të xhehenemit. O ja beni Abdu Shams, o ju bitë Abdu Shamsit, mbrojeni vetveten tuaj prej zjarrit të xhehenemit. Ja beni Abdu Manaf, o ja beni Hashim, o ja beni Abdul Muttalib, ankidhu anfusakum minan nar, të gjithë ju pra mbrojeni vetveten tuaj prej zjarrit të xhehenemit. Dhe më në fund këtu i drejtohet edhe vajzës së tij Fatimes radhiyallahu anha dhe i thot: Ja Fatime, ankidhi nafsiki minan nar, o Fatime, mbroje vetveten tënde prej zjarrit të xhehenemit. Fa inni la amliku lakum min Allahi shay'a, sepse më të vërtet unë nuk mund t'ju bëj dobi para Allahut subhanahu wa taala asgjë. Kjo pra është ajo në pikat shkurtra që e ka thonë pejgamberi alayhis salam, duke u potencuar qartë, duke u bërë me dije qartë se ai nuk ka mundësi që t'i shpëtoj prej zjarrit të xhehenemit, në qoftë se nuk janë ashtu siç dëshiron Allahu subhanahu wa taala prej tyre. Ndërsa Ali ibn Abi Talibi radhiyallahu anhu e potencon edhe diçka tjetër, pra dobia kur i mbledh të gjitha hadithet që kanë të bëjnë me një çështje është se i përfiton disa dobi. Prej tyre është se i mëson të gjitha rrethonat që kanë ndodhur. Se ndonjëherë transmetuesi e transmeton pra një çështje në mënyrë ajo që është më kryesore në lidhje me atë çështje. Transmetuesi tjetër vjen dhe i cek detajet që kanë të bëjnë me atë çështje. Aliu radhiyallahu anhu, i cili ka qenë prezent në vend, se Abu Hurajra nuk ka marrë pjesë në këtë rast. E as Aisha radhiyallahu ta'ala anha nuk ka marrë pjesë në këtë rast. Kurse tash ky transmetuesi i tretë, Aliu radhiyallahu anhu, ka qenë prezent në rast. Andaj ai i cek edhe në mënyrë detale. Thot pejgamberi alayhis salam, posa asaj që i tuboi, thot ju shtroi edhe ushqim. Ushtroi për të ngrënë dhe për të pirë. Dhe thot prej mrekullive që ndodhen në atë çast, në atë moment është se ushqimi, edhe pse ngrënën gjithë, hangrën gjithë, ushqimi nuk u harxhua, pra ngeli ashtu siç ishte, e po ashtu edhe pija nuk u harxhua. Andaj thot pasi që e pan këtë mrekulli me sytë e tyre, pejgamberi alayhis salam, thot Aliu radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhis salam ju drejtua atyre duke ju thënë: Ja beni Abdul Muttalib, inni buithtu lakum khasa wa ila an-nasi amma. Thot o fisim, o ju bitë Abdul Muttalibit, unë thot jam dërguar tek ju në veçanti dhe tek njerëzit në përgjithësi. Sepse pejgamberi alayhis salam ndaj fisit të vet, pos hakut që e kishin ndaj tij si pejgamber, ishte edhe haku i afërsisë me ta, do të thonë haku i familjes. Andaj edhe Allah subhanahu wa taala, që do ta përmendim prej dobive që i nxjerrin prej kësaj, është se e filloi pra me farefisin, e filloi me davetin dhe thirrjen e farefisit, sepse farefisi janë ata që janë më meritor, që të fillosh me ta, sepse ata plus e kanë edhe hakun dhe të drejtën e familjes. Atëherë pejgamberi alayhis salam ju tha: "Wa qad ra'aytu min hadhihi al-aya ma ra'aytum, fa ayyukum yubayyi'ni an yakuna akhi wa sahibi." Thot edhe plus e pa, thot këtë mrekulli që Allahu subhanahu wa taala u dha juve. Andaj thot kush prej jush do të vi dhe do të më betohet dhe do të pranoj që të jetë vllau im në fe dhe shoku im. Thot Aliu radhiyallahu anhu, nuk u qua asnjëri prej tyre, pra edhe pse u qartësoi çështjen, edhe pse e dinin se është besnik, mirë po, pasi që e dinin se thirrja e tij çka do të thot,
do të thot lënjen e besimit që e kishin ata dhe braktisjen e idhujve në të cilët thirrnin ata, pra nuk e mor asnjëri prej tyre guximin. Thot Aliu radiallahu anhu, atëherë unë u çova dhe i thash unë ja Rasulullah. Pejgamberi alayhis salam tha ulu, sepse ky ishte i vogël atëherë, mosh të re, pra i tha ulu që ta marrin fjalën ata që janë më të vjetër si respekt ndaj tyre. Mirë po thot asnjëri prej tyre nuk u çua që të pranoj këtë gjë. Atëherë thot unë u çova 3 herë dhe më në fund për 7 herë e pranoi prej meje, ndërsa ata të tjerët asnjëri prej tyre nuk e pranoi pra. Ndërsa në një transmetim tjetër përmenden edhe fjalët e Ebu Talibit dhe Ebu Lehebit. Të dytë pra ishin axhallar të pejgamberit alayhis salam. Mirë po njëri mori qëndrim pozitiv. Ebu Talibi edhe pse nuk e pranoi thirrjen, mirë po mor qëndrim pozitiv ndaj saj. Kurse Ebu Lehebi mor qëndrim armiqësues që në start pra. Fjala e Ebu Talibit që përmendet në këtë rast është fjala e tij, i cili thot me të vërtetë thot o Muhammed, thot ne si fisjut me të vërtetë e kemi shumë të dashur që të ndihmojmë ty. Dhe me të vërtetë thot ne i pranojmë këshillat tua. Ti e din se çdo herë pra i kemi pranuar këshillat tua. Mirë po në këtë rast e kemi shumë të rëndë, që të pasojmë ty. Në këtë rast thot e kemi shumë të vështirë që ne të vijmë pas teje. Andaj thot hec ti me atë që të ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala dhe dije se prej meje personalisht çdo herë do ta kesh ndihmën time. Dije se une si Ebu Talib pra çdo herë do të ndihmoj ty. Për ndihmën time mos u merakos pra. Mirë po unë momentalisht nuk mund të pasoj. Mirë po thot do të ndihmoj dhe thot do të të mbroj nga çdo e keqe, po nëse ka nevojë edhe me jetën time. Atëherë thot u qua Ebu Lehebi, i cili ishte nevrikosur. Ai edhe më herët pra nuk pëlqente te pejgamberi alayhis salam, se pejgamberi alayhis salam nuk i respektonte idhujt e tyre. Pra Ebu Lehebi, i cili shumë jepej pas idhujve dhe pas shërbimit të tyre, nuk i pëlqente se Muhamedi alayhis salam asnjëherë nuk i adhuronte ato. Pra asnjëherë nuk bashkohej me familjen e vet në këtë shirk, në këtë dalalet e t'i adhuroj së bashku me ta. Do të thonë pre atëhera e kish një far urrejtje ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për shkak të kësaj. Atëherë pejgamberi alayhis salam kur e thot fjalën e tij, pra kur e thot sikur t'ju kisha thënë se do të vije një ushtri dhe do t'ju rrafshoj, do t'ju shkatroj dhe do t'ju luftoj, thot, a do të më besonit? A do të më besonit? Ata i thanë po, sikur të ishte kjo çështje do të besonim. Para më do me thonë çështjet e kësaj bote asnjëherë se kanë kundërshtua. Dhe i thanë do të besojmë. Mirë po, kur erdh puna për diçka që e kundërshton traditën e tyre, që e kundërshton edhe plus përfitimin ekonomik, sepse ata përveç se i kishin besim idhujt, ata po ashtu i kishin edhe ibadet, edhe kishin të mira materiale prej adhurimit të idhujve. Andaj Ebu Lehebi në këtë rast i tha tebben lek. Tebben lek është përmendje arabe që thuhet tu thafshin duart, apo u paralizofsh, apo një farlloj mallkimi i gjuhës arabe. Thot tebben lek. Thot a për këtë shkak na tubove gjithë neve, ne menduam se është në një çështje me rëndësi, kurse ti pra po na thua fjalë që nuk mund të të besoj askush pra. Atëherë zbriti fjala e Allahut subhanahu wa taala dhe surja në të cilën Allahu subhanahu wa taala e përgëzon Ebu Lehebin me xhehenem. Pra dhe e bën të qartë se Ebu Lehebi do të jetë prej xhehenemlive. Surja Tabbet yada Abi Lahabin wa tab. Surja në të cilën Allahu subhanahu wa taala e mallkon Ebu Lehebin. Dhe kjo pra ishte në pikat shkurtra se si ka filluar daveti, thirrja në mënyrë
haptazi, pra se si pejgamberi alayhis salam ka dalë dhe ka shfaqur davetin para mushrikëve në mënyrë të hapt, pasi që pa 3 vite me radhë pra daveti u bëhej fshehur azi. Tash do t'i përmendim në pikat shkurtra disa dobi që i nxjerrim prej kësaj, pra prej kësaj që e përmendëm dhe këtij rasti. Dobia e parë është se ajo me të cilën pejgamberi alayhis salam e filloi thirrjen fsheht dhe thirrjen e hapt ishte tauhidi, pra njohja Allahut subhanahu wa taala dhe largimi nga shirku, duke e ndërlidhur këtë me xhenetin dhe xhehenemin, pra duke e ndërlidhur këtë me besimin në ditën e gjykimit. Kjo pra është baza me të cilën ka filluar pejgamberi alayhis salam. Tauhidi, besimi i pastër, monoteizmi, largimi prej idhujtarisë, prej shirkut dhe besimi në ditën e gjykimit. 2 gjëra të cilët mushrikët e Mekës nuk i kishin në atë kohë. Pra, edhe pse u kishin mbetur shumë gjëra prej fesë së Ibrahimit alayhis salam, në këto 2 pika kishin devijuar. Do me thonë, në çështjet më të rëndësishme ata ishin larguar prej fesë së Ibrahimit alayhis salam. Andaj edhe thirrja që në start pra filloi me tauhidin, me njësimin e Allahut subhanahu wa taala dhe me besimin në ditën e gjykimit. Sepse nëse njeriu e ka tauhidin, nëse njeriu pra e përmirëson këtë raport me Allahun subhanahu wa taala dhe nuk i bën shirk, atëherë shpresohet se Allahu subhanahu wa taala mëkatet e tjera do t'ia fal. Ndërsa nëse është në shirk, atëherë as veprat e mira eventuale të cilat i ka nuk do t'i bëjnë dobi para Allahut subhanahu wa taala, siç thot Allahu i lartësuar për veprat e mushrikëve: wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot atëherë ne ju drejtohemi veprave të mira që ata i kanë bërë dhe i bëjmë pluhur dhe hi, sepse nuk e kishin gjën më të rëndësishme, nuk e kishin atë që i meriton njeriu pra që të futet në xhenet, nuk e kishin çelësin e xhenetit, nuk e kishin tauhidin. Andaj veprat e tjera eventuale që i kanë bërë, nuk i kanë bërë para për hir të Allahut subhanahu wa taala, sepse kanë qenë të përziera me shirk. Dhe e dyta, tauhidi, në mungesë të tauhidit, ato vepra nuk janë me vlerë. Andaj në ditën e gjykimit do të bëhen pluhur e hi. Kjo pra ishte dobia e parë, rëndësia e tauhidit, dhe kjo pra është gjëja e parë me të cilën ka filluar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thirrjen e tij. Dobia e dytë që e përmendin dietarët në këtë rast është se ajeti i parë që ka ardhur, që e urdhëron pejgamberin alayhis salam të del haptazi para mushrikëve, pra kufizohet me farefisin e tij. Kufizohet dhe përmendet në të farefisi i tij. Këtu thon dietarët se është me rëndësi për çdo thirrës që të fillojë spari me familjen më të afërt, me prindrit dhe bijtë e tij, me hallat, me tezet, me axhallarët, e kështu me radhë, pra me njerëzit që janë më të afërt, e pastaj të shkojë tek ata që janë më larg, sepse kështu e don feja Allahut subhanahu wa taala, sepse kështu pra na urdhëron Allahu subhanahu wa taala dhe sepse kështu është edhe logjikisht, pra edhe mendja e shëndosh e urdhëron njeriu me këtë, se në qoftë se njeriu pra në qoftë se njeriu nuk ka filluar me familjen e vet dhe nuk u ka sqaruar familjes vet, atëherë si do të fillojë dhe të shkojë më larg? E pastaj pra masi u jep thirrjen familjes vet, pasi që i thret ata të cilët i ka më afërt, pastaj nuk e dëmton pra mos pranimi disa prej tyre, sepse ai hakun që e ka ndaj tyre u ka dhënë, obligimin që e ka ndaj tyre e ka kryer pra. Andaj kështu veproi edhe pejgamberi alayhis salam, i cili, siç thot Allahu subhanahu wa taala, është shembulli më i mirë i muslimanit në çdo gjë. Andaj e shohim se ai
pos asaj që e filloi me familjen e vet, po ashtu a bëri qartë se o ju njerëz, unë nuk mund t'ju bëj dobi juve edhe pse jeni familja ime. Mirë po, në ditën e gjykimit kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala, mos pritni prej meje që t'ju ndihmoj. Merreni pra këtë çështje seriozisht, sepse unë ashtu siç vlej për të tjerët, vlej edhe për juve, vetëm transmetues. Nëse ju nuk më respektoni, nëse ju nuk e pasoni thirrjen time, atëherë mos pritni pra se njoftësia e juaj dhe afërsia juaj farefisnore do t'ju bëjnë ndonjë dobi para Allahut subhanahu wa taala. Andaj këtu duhet të ndalet secili musliman me veten e tij, secili pjesëtar i fesë islame, i cili obligohet me thirrje, siç e kemi sqaruar disa herë, pra se muslimani obligohet që ta thras njerëzit, që t'i thrasën përgjithësi me aq sa ka mundësi. Obligohet muslimani që t'i thras njerëzit në fenë e Allahut subhanahu wa taala me aq sa ka mundësi. Dhe asesi nuk duhet të mendojë ndonjëri prej muslimanëve se kjo është obligim i vetëm një pjesë të caktuar. Jo, thirrja në përgjithësi është obligimi secilit individ të muslimanëve. E pastaj një pjesë e thirrjes, disa gjëra të thirrjes janë thirrja për shembull me forcë, thirrja në mënyrë të organizuar në shoqëri dhe luftimi i të keqes me forcë në shoqëri, kjo është çështje që nuk i takon secilit prej muslimanëve, por është çështje që organizohet prej shtetit të muslimanëve në momentin kur ekziston si shtet. Mirë po, thirrja në përgjithësi, thirrja me fjalë, thirrja me këshill, me urtësi, është obligim mbi secilin individ të muslimanëve. Dhe ne e përmendëm në dersin e kaluar se Abu Bekri në momentin që e pranoi Islamin, menjëherë i solli edhe 5 shokë të tjerë, pra që të cilëve u kishte prezantuar thirrjen dhe të cilët e kishin pranuar Islamin së bashku me të. Andaj në këtë pikë duhet të ndalet secili prej nesh dhe të mendojë se sa i ka ofruar prej thirrjes familjes së tij të afërt, pra prindërve të tij, fëmijëve të tij dhe farefisit më të afërt të tij, para se të dalte ai që është më larg dhe para se të delte tek shokët dhe fqinjet e kështu me radhë. Pra secili prej nesh duhet ta di se do të ketë përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala dhe secili njeri të cilin e ka njohur, secilin individ të cilin e ka njohur, pra duhet ta di se në ditën e gjykimit, nëse ky nuk ja ka sqaruar të vërtetën, nëse nuk ja ka ofruar thirrjen me të cilën e obligon Allahu subhanahu wa taala, duhet ta di se ai do t'i bëhet armik në ditën e gjykimit, do ta kap dhe do t'i thoj pse nuk ma tërhoqe vërejtjen, pse nuk më tregove, pra ti e paske ditur për Allahu subhanahu wa taala, andaj pse nuk më tregove edhe mua, s'paku të më tregosh, e pastaj una do ta pranoj ajo është tjetër punë. Pra kjo është ajo me të cilën obligohemi, pra thirrja në fenë Allahut subhanahu wa taala është obligim mbi çdo musliman, përgjithësi e sidomos drejtuar familjes së tij të ngushtë në veçanti. Thot Allahu subhanahu wa taala: Ja ejuhalladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara, o ju që keni besuar, ruajeni vetveten tuaj dhe familjen tuaj nga një zjarr i ndezur fort. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Secili prej jush, thot pejgamberi alayhis salam, është një farlloj bariu, pra është një lloj bariu, dhe secili prej jush e ka një tuf të tij që është përgjegjës për atë tuf. Andaj dijeni, thot, se secili prej jush do t'ja përgjegjësi për Allahut subhanahu wa taala për tufën e tij. Dobia e tretë që e përmendim këtu është se e shohim një fjalë të rëndësishme që e ka potencuar Allahu subhanahu wa taala në këtë rast. Pra ajetet e para që zbritën pas 5 ajeteve të surës Alaq, në surën Mudaththir është kum fa anzir, ngritu dhe tërheqja vërejtjen, ngritu dhe paralajmëroj nga rreziku që ju kanoset, pra nëse nuk e pranojnë thirrjen tënde. Po ashtu edhe në këtë ajet që e përmendëm tash, wa anzir ashiratak al-aqrabin, dhe tërheqja vërejtjen farefisit tënd të afërt, pra tërheqja vërejtjen, sepse në momentin kur njeriu është në shirk dhe është jashtë Islamit,
ai duhet fillohet me tërheqje të vërejtjes, pra duhet të potencohet rreziku që ekziston nga kundërshtimi i ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Sepse kjo çdo njeri të mençur padyshim se do ta ndalë dhe do t'ja mundsoj pra që ta analizoj këtë. Nëse për shembull ndonjëri prej njerëzve ka pasuri, pra çështjet e kësaj bote i ka të rregulluara, i ka në vend. Atëherë ti nëse e përgëzon për shembull me mirësi, do të ketë shtëpia të mira e kështu me radhë, ndoshta kjo nuk ndikon të gjithë njerëzit. Pse? Sepse ai që ka pasuri i thot po unë i kam këto në këtë botë për shembull, e din? Ose nuk e merr shumë si diçka të rëndësishme. Mirë po, kur i thua ke kujdes nga dënimi, nga zjarri i xhehenemit, ke kujdes nga gjykimi para mbretit të qiejve të tokës, Allahu subhanahu wa taala, ke kujdes nga hidhrimi i tij. Në këtë pra secili është i barabartë dhe secili do ta vi gishtin në mendje dhe do të mendohet, qoftë i pasur, qoftë i varfër, qoftë ai që ka nevojë për të mira, qoftë ai që s'ka nevojë, sepse nga e keqja të gjithë friksohen dhe të gjithë janë të barabartë në këtë pikë. Andaj edhe kjo është urtësia, sepse Allahu subhanahu wa taala në fillim e filloi me tërheqje të vërejtjes. Pra e filloi me aspektin e kërcënimit dhe friksimit, sepse në këtë pra barazohen të gjithë. Dhe kjo u tërheq vërejtjen të gjithëve dhe i ndal, pra është diçka që i ndal dhe i çon të mendojnë të gjithë. Në ajetet tjera që zbritën pra në këtë çast është prej ajeteve pra që zbritën tek tërhiqja e vërejtjes farefisit, ka edhe disa ajete pra që zbritën së bashku me këtë ajet, i cili thamë se i a bëri obligim pejgamberit alayhis salam ta filloj me thirrjen haptazi, duke filluar prej farefisit të vet, për atyre që ishin më afër ti sallallahu alaihi wasallam. Për ajeteve që zbritën pra në këtë rast, po ashtu është fjala e Allahut subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil mushrikin. Kjo fjalë as-sad në gjuhën arabe përdoret për kur ngritet njeriu fuqishëm për diçka. Pra ngritu fuqishëm dhe qëndro fuqishëm dhe stoik me këtë me të cilën urdhrohesh, në këtë në të cilën urdhrohesh. Allahu subhanahu wa taala po i thot të dërguarit të tij në fjalën e cila vlen për gjithë umetin e tij, po i thot ngritu fuqishëm me këtë me të cilën urdhrohesh. Pra mos ja fillo thirrjes tënde, misionit tënd me dobësi dhe me pasivitet, po ngritu fuqishëm, ngritu pra me vendosshmëri, ngritu dhe qëndro stoik në këtë me të cilën urdhrohesh. Dhe kjo pra na bën që edhe ne si musliman të mendojmë në ato se si ne jemi ngritur me udhëzimin e Allahut subhanahu wa taala. A ka udhëzimi i Allahut subhanahu wa taala që na ka arritur, a ka fuqinë e mjaftueshme? A e ka pra atë fuqi të mjaftueshme, apo jemi të udhëzuar mirë po me komplekse? Apo jemi pra atyre që ka kompleks që ta shfaq fenë e tij në shoqëri? A jemi pra musliman i fort apo musliman i dobët? Sepse pejgamberi alayhis salam thot el-mu'minu al-qawi khairun wa habbu ila Allahi min el-mu'min ad-da'if. Besimtari i fuqishëm në fenë e tij është më i dashur tek Allahu dhe më i dobishëm për fenë e tij sesa besimtari i dobët. Andaj këtu duhet të ndalemi dhe të analizojmë pra, a e kemi edhe ne këtë fuqi? A e kemi edhe ne këtë vendosshmëri kur vjen puna pra në shfaqjen e fesë son? Sepse dihet se ne duhet ta praktikojmë fen tonë në vetveten tonë. Andaj nëse ka ngelur çështja që ne të themi se ne duhet ta praktikojmë vetë ne, atëherë pra jemi në rrezik. Ajo që me cilën duhet ju drejtohemi muslimanëve në esencë është që ta përhapin fenë e Allahut subhanahu wa taala, që të bëjnë thirrje në fenë e Allahut subhanahu wa taala, e jo pra që ata ta praktikojnë, sepse shpresojmë se ata të cilët i dëgjojnë këto fjalë pra janë pra atyre që e praktikojnë. Mirë po, ajo që na mungon ndoshta shumë prej neve, duke mos e përjashtuar asnjërin prej nesh, nga kjo është se nuk jemi pra ashtu siç duhet
në shumë prej situatave, kur vjen të takohemi me ndonjë shok, me ndonjë që e njohim prej më herët, ndoshta kemi frikë, kemi një farlloj pra kompleksi që t'i flasim për fenë Allahut subhanahu wa taala. Pra ndoshta kemi një farlloj ngjecje në këtë drejtim. Andaj duhet të kemi kujdes pra që të jemi serioz në fenë tonë, pra dhe mos të kemi asnjë farë kompleksi apo që të jemi prej atyre të cilët e shfaqin fenë tonë vetëm atëherë kur të tjerët e sulmojnë. Pra mos të jemi defansiv në këtë aspekt. Mos të jemi vetëm prej atyre që mbrohen. Unë jam kështu valla sepse kështu duhet, si me u arsjetu para tjerëve, si me u thonë ma bëni Allah që po i kundërshtoj, mirë po ja që unë e kam dëshirë kështu. Jo, muslimani do t'jetë ofanziv, pra muslimani do t'ju thoj tjerëve, ej, pse ju e kundërshtoni krijuesin tuaj? Pra ai t'i gjikon të tjerët, e jo të pres të tjerët ta gjikojnë e pastaj ai të arsyetohet dhe të mundohet të ja pra lloj-lloj arsyetimesh. Siç ndodh fatkeqësisht sidomos në këtë shekull kur muslimanët pra janë goditur nga një sëmundje shumë e keqe që është kompleksi i inferioritetit. Pra e shohin veten, nuk e shohin veten si superior ndaj tjerëve, po e shohin veten si inferior. Andaj nuk duhet kështu të jetë besimtari, po duhet të jetë ashtu siç e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala të dërguarin e tij dhe të gjithë besimtarët e tjerë, që të jetë pra krenar. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Bashiril munafiqina bi anna lahum adhaban alima", përgëzoj munafikët se do të kenë dënim të rëndë. Dhe kjo fjalë bashir në gjuhën arabe përdoret edhe për të mirë edhe për të keq. Unë se di në gjuhën shqipe përdoret për gëzim, pra kur kërcnohesh. Ai thuhet dikujt përgëzoje me dënim për shembull. Mirë, për në gjuhën arabe fjala për gëzim përdoret edhe për aspekt pozitiv edhe për aspekt negativ. Andaj Allah subhanahu wa taala thot përgëzoj munafikët se do të kenë dënim të rëndë. Alladhina yattakhidhuna al-kafirina al-awliya'a min duni al-mu'minin, ata thot të cilët i marrin dhe i miqsojnë qafirat dhe i lënë anash muslimanët. Pra mundohen që t'ua bëjnë qefin qafirave duke i lënë anash muslimanët dhe besimtarët e Allahut subhanahu wa taala. Kjo pra është prej cilësive më të mëdha të munafikëve, se kur janë me qafirat, kur janë me ata që e kundërshtojnë fenë Allahut subhanahu wa taala, nuk i kundërshtojnë, po e pranojnë, madje edhe plus folin keq, flasin keq pra për muslimanët e tjerë. Thot Allahu subhanahu wa taala përgëzoi këta njerëz me dënim të rëndë. Cilësia e tyre është se mundohen pra që t'ua bëjnë qefin qafirave për stepërmi në kuadër të fesë së tyre, pra në dëm të fesë së tyre mundohen që t'i kënaqin qafirat. E yabtaguna indahumul izza, thot Allah subhanahu wa taala duke qartësuar sebepin se pse këta sillen kështu munafikat, thot a mos po kërkojnë krenari tek qafirat. Pra kjo pra është problemi i munafikave. Problemi kryesor është se mendojnë se Islami është nënçmim. Dhe nëse u bëjnë qefin qafirave, duke i kundërshtuar muslimanët, do të ngriten, do të jenë krenar. Thot Allah subhanahu wa taala: "E yabtaguna indahumul izza", a mos po kërkojnë krenari prej qafirave? Fa inna al-izzata lillahi jami'a, le ta din thot se krenaria është vetëm prej Allahut subhanahu wa taala, i takon vetëm Allahut dhe vjen vetëm prej Allahut subhanahu wa taala. Le ta din pra se duke u bërë qefin qafirave nuk do të jenë krenar asnjëherë në këtë botë, sepse i pari që do t'i nënçmoj janë mua ata të cilëve mundohet t'u bëj qefin. Dhe ai i cili është tradhtar i tufës së vet, ai i cili është tradhtar i tufës së vet, ai asnjëherë nuk mund të bëhet krenar tek armiku. Kurse munafikat këtë e bëjnë, pra mundohen t'i plotësojnë dëshirën armikut duke e tradhuar tufën e vet, duke i tradhuar muslimanët. Edhe ata janë të nënçmuar dhe nuk do të kenë krenari as tek muslimanët dhe as tek qafirat. Pra besimtari i vërtet duhet që të ketë kujdes e mos të përngjasoj me munafikët në asnjë cilësi të tyre. As në këtë pra mos ta pengoj pra kompleksi i tij para njerëzve nga praktikimi i fesë së tij. Sa e sa prej muslimanëve
i pengon kjo pra nga falja e namazit, sepse është në një shoqëri të cilët të gjithë nuk falen, të gjithë janë kundërshtar të fesë Allahut subhanahu wa taala, edhe ky për shkak të kësaj smundjeje, për shkak të këtij kompleksi, nuk ka guzim që t'ju thojë e jani me mua në namaz, në xhami, ose spaku t'ju thojë shkova une, ma bëni halal une shkova në xhami. Pra, mirë po, nga ky kompleks, nga kjo sëmundje, qëndron me ata dhe e lën namazin, pra që e ka obligim dhe Allahut subhanahu wa taala. Dhe ky është një ndër mëkatet më të mëdha, pra lënia e namazit është një ndër mëkatet më të mëdha. E po ashtu dukuri që shfaqet pra sidomos tek femrat muslimane, të cilat e lanë mbulesën, të cilën e kanë obligim prej Allahut subhanahu wa taala për shkak të kompleksit. Para mendo pra, ka ardhur koha që ai i cili zhveshet ndjehet krenar. Ajo femër e cila zhveshet para të tjerëve ndjehet krenar, ndërsa ai i cili dëshiron të mbulohet gjykohet prej njerëzve. Ajo e cila dëshiron pra ta ruaj nderin e saj dhe ta çojë në vend urdhrin e Zotit të saj gjykohet prej njerëzve. Këto pra janë prej fatkeqësisht prej shenjave të kiametit dhe prej negativiteteve të kësaj kohe në të cilën jetojmë. Andaj asnjë musliman dhe asnjë muslimane nuk duhet pra që kompleksi para të tjerëve ta ndalojë prej fesë së tij. Në thirrjen e të tjerëve, në përmirësimin e të tjerëve, mos flasim për pra që ky njeri të prishet në udhubila për shkak të tjerëve. Ne pra parimisht jemi duke folur që ky mos të ketë kompleks të përmirësojë të tjerët. E nëse vjen deri atëherë që kompleksi i këtij të shkaktoj që të tjerët pra këtë ta prishin, atëherë kjo është fatkeqësia më e madhe. Andaj këtu është e vendit që të përmenden sihrbazët, sihrbërësit në kohën e faraonit. Erdhën që ta kundërshtojnë Musajin, erdhën pra që të fitojnë shpërblim prej faraonit dhe të bëhen prej atyre që i fitojnë gjitha të mirat e kësaj bote. Mirë po, kur e panë se kjo që e bëri Musaj nuk është siher, kur e panë se shkopin të cilin e hudhi Musaj pra u bë gjarë për i vërtet, e panë se kjo nuk është siher, e panë se kjo nuk është pra pun sihri, sepse ata e dinin më së miri se çka është sihri, ata ishin siherbarësit, ata ishin pronarët e sihrit. Ata çka bën, në moment ranë sejdë dhe thanë, besuam në Zotin e Musait. Para mendonin në çfarë pozite kanë qenë. Faraoni i shikon, po ashtu edhe banorët e Egjiptit të gjithë janë tubuar për ta shikuar, për ta parë këtë ndodhi se kush do të fitojë, sepse kishin dëgjuar për lajmin e Musait alayhis salam. Para gjithë atyre krijesave, para faraonit, para të tjerëve, me njëherë ranë sejdë dhe thanë besuam në Allahun. Kush? Njerëzit më të këqij deri në atë moment. Ata që ishin pra që e bënin sihrin, të cilët janë njerëzit më të këqij në fytyrën e tokës. Me njëherë pranuan, atëherë faraoni u kërcënua dhe tha do t'u akpus duart dhe këmbët dhe do t'ju vari në drunj. Mirë po ata e kishin krenarin dhe në çast pra ju përgjigjen fuqishëm dhe në mënyrë krenare i thanë s'është problem, ti mund të na dënosh sa të dëshirosh në jetën e kësaj bote. Mirë po ne shpresojmë që Allahu të na shpërblej, sepse ishim besimtarët e parë që besuam në pejgamberin e tij. Pra në moment e kapën fen ashtu siç duhet, ju erdh krenaria, në moment e kundërshtuan faraonin. Nuk thanë valla jemi në start, tash dobët duhet kalojnë disa vite, e ne ta lëm sihrin, e pastaj të kalojnë edhe disa vite, e ne pra të bëhemi pak më besimtar të mirë. Jo, në moment, sepse njeriu nuk e di se kur i vjen vdekja. Andaj në momentin që të arrijë thirrja, kape vlla seriozisht, dhe bëhu krenar me fenë Allahut subhanahu wa taala. Diçka interesant tjetër që përmendet në këtë rast, pra prej dobive që i përmendin dietarët, është në momentin kur i tuboi pejgamberi alayhis salam. Kur i tuboi pejgamberi alayhis salam ato e përdori një fjalë që përdorin në xahiliet. Mushrikët në xahiliet pra kur e kishin zakon t'ua tregojnë njerëzve një lajm shumë të rëndësishëm,
e thonin një fjalë, wa sabaha. E thonin një fjalë, wa sabaha. Kjo me zot lart e thonin këtë fjalë. Pra, dhe në këtë rast i gjithë populli e dinin se ka një rrezik të madh që i kanoset pra vendit. Ose një armik ka sulmuar, ose ndonjë fatkeqësi natyrore është afruar, është në afërsi e kështu me radhë, pra e dinin se është diçka e rrezikshme. Pos kësaj, mushrikët pra pos që e thonin këtë fjalë, e kishin zakon që të hypin në një vend të lartë dhe të zhveshen dhe të hudhin zall në trupin e tyre. Pra të zhveshen lakuriq dhe të hudhin zall në trupin e tyre në mënyrë që të bien në sy, pos fjalës që e thonin me zot të lartë. Në këtë rast, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka veproi? Në këtë rast pejgamberi alayhis salam e mor një pjesë të traditës së tyre që nuk e kundërshtonte fenë e tij, e përdori këtë fjalë. Pra nuk ishte asgjë të keqe që ai si musliman, si pejgamber ta përdor këtë fjalë. Dhe e la pjesën tjetër të traditës së tyre që e kundërshtonte fenë e tij, e që ishte të zhveshet lakuriq dhe të hudh zall mbi trupin e tij. Dhe kjo e mëson muslimanin se traditat e popullit të tij nuk janë të këqija pos nëse e kundërshtojnë fenë. Pra në esencë Islami nuk është kundër traditave, pos atyre traditave që e kundërshtojnë fenë. Pra pos ato tradita që bien kundërshtim me fenë e Allahut subhanahu wa taala. Për shembull, tek disa popuj poligamia ka qenë traditë dhe vazhdon të jetë. Tek shqiptarët nuk ka qenë shumë traditë e përhapur. Shqiptarët nuk qortohen pse nuk e bëjnë këtë traditë. Nuk qortohen pse nuk e praktikojnë poligamin, pra, sepse në esencë ka qenë traditë e shqiptarëve të jenë me një grua dhe nuk qortohen me këtë. Ngelin në traditën e tyre përderisa nuk e kundërshton kjo traditë fenë Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu veshjet e muslimanëve, nuk ka ndonjë caktim të ngjyrës së veshjes apo të materialit që përdoret. Në përgjithësi, çdo veshje që e përdorin populli, vendi, është pra e lejuar. Pos disa kufizime që kanë ardhur, pra tek veshja e grave nuk duhet të jetë e ngushtë, duhet ta mbulojë tër trupin e kështu me radhë, ndërsa tek veshja e burrave nuk duhet të jetë më e gjatë se koci i këmbës, pra nuk duhet të jetë më gjatë se koci i këmbës, nuk duhet të jetë shumë e ngushtë. Mirë, po pastaj ja vesh ti këtë material apo atë material, pos më ndafshit për burrat, materialet e tjera, veshjet tjera, të gjitha janë të lejuara, pra. Përgjithësi, pra, Islami është i lehtë. Edhe në kapitullin e traditave nuk i kundërshton të gjitha traditat që i ka një popull dhe lejon që secili popull të veçohet me disa tradita. Mirë, po ka disa rregullat përgjithshme të cilat nuk duhet të shkelen, pra. Po ashtu dobi tjetër që përmendet që përmendin dietarët në këtë tregim dhe në këtë pjesë që përmendëm është kundërshtimi i rrept që ja bëri Ebu Lehebi. Pra, çka fitojmë prej kundërshtimit të rrept që ja bëri Ebu Lehebi, pejgamberit alayhis salam? Nga kjo përfitojmë që në start se kjo thirrje nuk është thirrje familjare, nuk është thirrje farefisnore, nuk është thirrje që ka të bëjë vetëm me interesat e ngushta të njerëzit. Në këtë rast konkret pejgamberit alayhis salam, nuk është qëllimi i pejgamberit alayhis salam vetëm interesat e tij. Dhe që në start e kuptoi familja e tij se nuk është kjo çështje e interesave familjare, po me të vërtetë është thirrje prej Allahut subhanahu wa taala dhe ka të bëjë me të gjithë njerëzit. Nuk është pra që për ta ngritur vetëm një familje të caktuar apo një komb të caktuar. Po ashtu, në këtë rast pra muslimani gjen ngushëllim, nëse ai për shembull i ja drejton thirrjen dikujt dhe ata e presin me ashpërsi, e gjen ngushëllimin të ky rast, të rasti e Ebu Lehebit, se si pra ai para të tjerëve e mallkoi pejgamberin alayhis salam. Dihet mallkimi i tij nuk pranohet, mirë, po kjo nuk është e lehtë para njerëzve, pra dikush të drejtohet me asnjë ashpërsie. Kjo pra na bën të mësojmë se secili thirrës ndoshta do të has në rrugën e thirrjes së tij, do të has pengesa
të tilla, pra pengesa të ngjashme, andaj mos u habit, sepse këto i kanë ndodhur edhe pejgamberëve në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është kundërshtuar ashpër, kanë thënë për të fjalë të ndryshme, pra kanë thënë është i çmendur, kanë thënë është kështu, është ashtu, lloj-lloj shpifjesh, lloj-lloj fjalësh, lloj-lloj kundërshtimesh. Andaj edhe nëse ti si thirrës në fenë Allahut subhanahu wa taala të ndodh një pjesë e kësaj, sepse dije se asnjëherë nuk ka mundësi që të sprovohesh aq sa është sprovuar pejgamberi alayhis salam. Mirë, po nëse sprovohesh me një pjesë të vogël prej saj, atëherë do ta kesh pra këtë si përkujtim dhe si ngushëllim për ty, që ta dish se kjo është, pra kjo ju ka ndodhur pejgamberëve dhe të gjithë atyre që e kanë pasuar fenë e tij çdo herë. Këtu tek rasti e Ebu Lehebit ka edhe një mrekulli që e përmendin dietarët, është diçka e rëndësishme, pra një mrekulli e madhe në këtë rast. Dhe shumë prej jo besimtarve ky rast ka shkaktuar që ta pranojnë Islamin. Çka ndodhi pra në start? Në start Ebu Lehebi po e mallkon Muhamedit alayhis salam. Atëherë Allah subhanahu wa taala e zbriti atë surën cilën ja kthen mallkimin e Ebu Lehebit dhe i thotë se mallkimi e ka kapluar atë dhe se ai dhe gruaja e tij do të futen në xhehenem. Dhe Ebu Lehebi po e ndëgjon këtë surë se po lexohet, pra muslimanët e lexonin namazin e tyre. Në këtë rast, ku është mrekullia? Mrekullia është se Allah subhanahu wa taala po thot ky do të futet në xhehenem. Thot njëri prej jo besimtarëve, historianëve që e kanë pranuar Islamin, thot: kjo është mrekulli në veti, sepse kjo u tha që në start Davetit. Nuk u tha për të tjerët, për Ebu Sufjanin nuk është thënë kjo fjalë, apo për dikën tjetër, po bashkë për Ebu Lehebin. Që në start, ku është mrekullia e saj? Mrekullia e saj ai thot sikur të dëshironte Ebu Lehebi ta shkatërroj thirrjen e Muhamedit prej temel, sallallahu alaihi wasallam, mjaftonte që të dalë para njerëzve dhe të thojë unë jam musliman. Para mendo, nëse do të thoshte Ebu Lehebi unë jam musliman dhe do të thoj ke shahadetin, kjo ajet pra po del i pavlefshëm, ashtu? E Allahu subhanahu wa taala nuk e la që ta veproj as këtë. Pra, kjo është një mrekulli, sepse ata mundoheshin që ta luftojnë në çdo aspekt thirrjen e Muhamedit alayhis salam. Dhe kjo do të ishte një hile që do t'ja bënin fesë Allahut subhanahu wa taala. Sikur pra të ishte se pejgamberi alayhis salam e ka thonë prej vetvetes, mjaftonte që ai të thoshte një fjalë të tillë dhe kjo ajet zhvlerësohet. Mirë, po Allah subhanahu wa taala e diti se ky asnjë fjalë të tillë pra nuk do ta thoj. Dhe as nuk do ta thoj këtë dhe do të vazhdoj që të jetë kundërshtar i fesë Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo pra nuk e kundërshton dënimin që do të jepet Ebu Lehebit, sepse askush nuk e detyroi Ebu Lehebin që të jetë i tillë. Mirë, po Allah subhanahu wa taala e dinte se Ebu Lehebi do të jetë i tillë. E dinte pra, dhe kjo është mucize, sepse i tregoi pejgamberit alayhis salam se ky njeri nuk e pranon thirrjen tënde deri në fund. Dhe ky njeri do të jetë prej banorëve të xhehenemit. Andaj siç tham, shumë prej qafirave e kanë pranuar Islamin vetëm për shkak të kësaj ndodhie. E kanë lexuar jetën e pejgamberit alayhis salam dhe kjo ndodhi, kjo mrekulli i ka bërë që ta pranojnë Islamin. Po ashtu prej ajeteve që i zbritën së bashku me ajetin ku urdhrohet për të tërhequr vërejtjen familjes së tij është fjala e Allahut subhanahu wa taala, inna kafejnaka almustehziin. Ne thot të mjaftojmë ty, të kemi mjaftuar ty dhe të mjaftojmë kundër tallësve, kundër atyre që tallen. Pra prej ajeteve të para është se Allah po thot ne të mjaftojmë kundër tallësve, kundër atyre që tallen me ty dhe që të nënshmojnë aty. Dhe kjo pra është diçka shumë e fuqishme, më e fuqishme se sikur të thonte Allah subhanahu wa taala ne do të mbrojmë nga dëmi i tyre. Allah subhanahu wa taala thot ne të mjaftojmë, po edhe kundër atyre që tallen me ty, edhe kundër atyre që pra
se tallja është diçka që nuk mund të kontrollohet. Ke mundësi pra që ta kontrollosh sharjen me gojë, mirë po tallja mund të ndodhë me sy, precize që nuk mund t'i kontrolloj. Dhe as edhe mbreti më i fuqishëm nuk ka mundësi që ta kontrolloj komplet këtë që njerëzit të tallen me të, pra qoftë edhe në formë indirekte. Mirë po Allahu subhanahu wa taala po thot mos u mërzit, se edhe ai i cili tallet me ty vetëm me lëvizje të syrit, edhe prej ti thot të mjaftojmë ne, dhe edhe ai do ta gjej pra dënimin e meritueshëm. Andaj le të ketë kujdes secili prej atyre pra që kundërshtojnë pejgamberin alayhis salam dhe marrin guximin që të flasin kundër tij, sepse Allahu subhanahu wa taala mund që ta vonojë dënimin ndaj tij, mirë po as se si nuk e neglizhon. Secili pra i cili e merr këtë guxim, le ta di se dënimi do të vijë në këtë botë para ahiretit. Thot Ibn Taymija rahimahullah, Sheikhul Islam Ibn Taymija thot, muslimanët kur i rrethëkonin kalajat e qafirave, kur e rrethëkonin një qytet të qafirave apo një kala e kështu me radh, thot nuk ishin sigurt se a do ta fitojnë këtë vend apo jo, dhe nuk ishin sigurt se a do ta çlirojnë këtë kala apo jo, thot derisa ata ta fillonin të tallen me Muhamedin alayhis salam. Derisa ata fillonin pra të tallen me pejgamberin alayhis salam, thot në këtë rast muslimanët e dinin se kjo kala u kry puna e saj, domethënë. Sepse Allah subhanahu wa taala hakmeret për të dashurit e tij, e sidomos për Muhamedin alayhis salam, i cili është më i dashuri prej të dashurve të tij. Andaj secili individ dhe shoqëri që e merr guximin që ta ndot apo që ta prek nderin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, le ta di se fundin e ka afër, dhe se hakmerja Allahut subhanahu wa taala pa dyshim se do ta godas atë. Ajet tjetër që ka zbritur në grumbullin e këtyre ajeteve të para që kanë zbritur, ku pejgamberi alayhis salam obligohet haptazi ta shfaq thirrjen, sepse tham nuk ka zbritur vetëm ajeti i thirrjes, po kanë zbritur ajete para dhe pas. Do të thonë një grup ajetesh. Është fjala e Allahut subhanahu wa taala: "Wa laqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Thot Allahu subhanahu wa taala, ne e dim se gjoksi yt ngushtohet, se ti nuk ndjehesh mirë për shkak të fjalëve të këqija që i dëgjon prej tyre, fjalë të ndryshme të këqija që i dëgjon prej tyre. Ne, thot Allahu subhanahu wa taala, e dim se kjo ndodh tek ti, sepse je njeri, pra ndodh që të mërzitesh kur i dëgjon fjalët e tyre. Je pejgamber i Zotit, dhe kjo mërzi e pejgamberit alayhis salam mos mendoni se është si e njerëzve tjerë. Nuk është mërzitur pse ata po folin keq për të për shkak të vetvetes së tij, po është mërzitur për ata pse nuk po e pranojnë fenë e Allahut subhanahu wa taala. Pse pra ata nuk po shpëtojnë prej zjarrit të xhenemit. Nuk është mërzitur pse ata po e fendojnë atë, mirë po është mërzitur për ata për shkak se e ka ditë se nëse nuk e pranojnë do të dënohen me zjarr të xhenemit. Pra po thot Allah subhanahu wa taala, ne e dim se kjo pra të mërzit ty, fjalët e tyre dhe refuzimi i tyre. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Mirë po thot ti, bëne tasbih Allahun subhanahu wa taala, madhëroje Allahun subhanahu wa taala dhe bëhu prej atyre që bëjnë shumë sejdë. Dhe kjo ajet tjetër tregon se çdo kush që mërzitet apo brengoset për shkak të thënieve që i dëgjon për të apo për fenë e Allahut subhanahu wa taala, duhet të gjejë ngushëllim në dhikrin e Allahut subhanahu wa taala dhe në sejdët e shumta që ja bën atij subhanahu wa taala. Me kaq po e përfundojmë atë që kishim ta thojmë për sot. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. جاء البشير مبددا ليل الخنا
والجهل حين تطاولت كفاه